Shkodra dhe atraksionet e saj po preferohen nga turistët e huaj, sidomos spanjoll, gjerman dhe francez. Sipas specialistës së zyrës së informacionit që Bashkia Shkodër ka në qendër të qytetit, Imelda Mullini, mesatarisht në ditë kërkojnë informacion 15 deri në 20 turistë të huaj. Sipas saj, në top listën e destinacioneve më të preferuara këtë periudhë është Thethi. Pjesa më e madhe tyre janë turistë spanjoll, francez edhe gjerman. Gjithmonë i referohemi zyrës. Kemi një mesatar ditore rreth 15-20 turistë në ditë, por ky numër nuk është çdo ditë i njëjtë, është në varësi, domethënë ndryshon nga dita në ditë. Për momentin mund të them që Thethi vazhdon të ngelet një ndër atraksionet kryesore të turistëve, duke pas parasysh se shumica turistëve ose pjesa më e madhe e tyre janë backpackers. Nisur nga prenotimet e të huajve, ditët në vijim pritet që të ketë një fluks më të shtuar të turistëve, ndërsa piku i vizitorëve është periudha nga gjysma e korrikut deri në fund të shtatorit. Duke nisur nga eksperjenca këtu në punë që e shohim, domethënë për çdo vit mund të themi që nga fillimi i muajit korrik ose nga gjysma korrikut deri në fund të shtatorit është piku i numrit të turistëve, me fjalë. Krahas Alpeve, turistët po vizitojnë gjatë kësaj periudhe monumentet e kulturës në Shkodër, por edhe liçenin dhe zona turistike si Shiroka dhe Zogaj.